Kurani pra nuk fillon me fe. Kurani fillon me besim. Pas besimit fillon me hamd. Besim është siguri. Besë është fjale e dhënë. Për çka? Për siguri. Kush mundet më na dhon neve siguri? Askush tjetër përveç atij që është Zoti i vërtet. Ilahi. Prandaj thu, kjo ka ardhur është në trojtën e shuar. Hamdu lillahi. S'është ky ilah që po na flet tim Shkupi dhe që po na i transmeton në paraqitjet e tij. Te muri ti në Facebook, Ilahi. Në filmin e Mel Gibsonit, është Rab. Çfarë Rabbi? Rabbil Alamin. Zot i dije dhe s'është Ain, Lam Mim. Po ne përkthejmë Zot i botës.